Faleminderit zoti ministër, që është hera e dytë që vini këtu në Hoxhaj, në Vërtop dhe në Fushpesën, së bashku me fermerët. Një nga masat cilët këtu është modeli i mbrojtjes biologjike, do të mbulohet në 70%. Atë çfarë ne kemi diskutuar edhe në takimin e fundit që kemi pas, qoftë me dëgjesat që bëjmë, por edhe ku kemi qenë këtu prezent me ju, në mënyrë që ne ta shtojmë dhe të vazhdojmë ta mbështesim mbrojtjen biologjike për sigurinë ushqimore, për mbështetjen që japim fermerëve në rritjen e të gjithë serave, kapacitetet që ju tashmë nga 40 hektarë ku unë kam qenë takimin e fundit, tani ka shkuar në 55 hektarë sipas të dhënave që ne kemi marrë edhe nga ju, por edhe nga institucionet tona të varësisë, siç ka qenë dhe drejtori i QTB-s Fushkruaj, cili ka bërë të mundur atë që ju kërkuat, analizat e tokës, që ne të shikojmë të gjithë procesin, se çfarë duhet të vlerojmë, çfarë duhet t'i hedhim tokës dhe çfarë nuk duhet t'i hedhim. Dhe sipas të dhënave cili drejtori më ka dhënë për të gjithë ato analizat që janë kryer këtu, ne kemi një masë prej 30% të cilët ne mund të vlerojmë më pak. Pra ulim kostën e shpenzimeve të cilët këtu do të kryejmë në vazhdim.